Mirëmëngjes, Insta, mirëmëngjes. Mirëmëngjes gjithëve. Këtu përsëri me ju pas një dite fantastike dje në Bruxelles, Luksemburg, në Bruxelles për takimin me presidentin e Këshillit Evropian, Antonio Costa, me të cilin kemi ndërtuar një marrëdhënie të jashtëzakonshme edhe si rezultat i faktit që Antonio është shumë i interesuar edhe shumë i umëndshëm lidhur me Ballkanin Perëndimor, por edhe për faktin që në cilësinë e kryeministrit të Portugalisë e ka vizituar Shqipërinë si i pari kryeministër portugez në histori dhe është larguar me mbresa të jashtëzakonshme nga Shqipëria. Patëm një bisedë shumë të gjerë lidhur me ecurinë e procesit të negociatave të Shqipërisë, që është një ecuri e përshëndetur nga të gjithë, absolutisht nga të gjithë, pa asnjë përjashtim. Dhe për faktin që kalendari i vendosur për mbylljen e negociatave në 2027 përkon absolutisht me të gjitha rrethanat e krijuara nga bashkimi i yjeve në kuptimin më të mirë të fjalës. Ylli i fatit Evropian të Shqipërisë dhe yjet e BE-s. BE-ja sot është më interesuar se asnjëherë për zgjerimin dhe shikon tek Shqipëria një aktor me besueshmëri të lartë, një aktor të respektuar dhe një protagonist të procesit të reformave në Ballkanin Perëndimor, pra së bashku me Malezi, një antar i ri potencial i Bashkimit Evropian. Është patjetër gjeopolitika që dikton këtë përshpejtim, por nga ana tjetër ka një gjë që të gjithë duhet ta dinë, edhe kush thot kundërtën ose nuk ka idenë fare si funksionon BE-ja, ose pastaj o Gogol, o Luan. Pastaj ose bën sikur që pavarësisht gjeopolitikës, pavarësisht nevojës që ka BE-ja sot për të zgjeruar rradhët e veta për arsye gjeopolitike, patjetër, BE-ja nuk të fal absolutisht asgjë, në asnjë rrethan, për asnjë arsye. BE-ja mund të jetë e padrejtë kur ti mund ta meritosh të hedhësh hapin tjetër dhe për arsye të dinamikave të brendshme të thotë jo. Këtë mund ta bëj, na e ka bërë ne. Por BE-ja kurrë nuk është në situatën e një bamirësi, sepse me të drejtë kërkon që kë afron ta ketë si veten, me standardet e veta. Dhe nuk ka asgjë më të padiskutueshme lidhur me gjithë procesin e shtetbërjes në Shqipëri, se sa rezultatet e monitorimit vazhdueshëm të BE-s. Të tëra tjerat janë broshkulla, janë dokrahini kur thoshte Gjergj Fishta, janë muhabete pazarit otoman të politikës shqiptare. Sepse po të ishin sadopak afër të vërtetës, gjitha ato broshkulla, gjitha ato dokra, gjitha ai llum që hidhet çdo natë në pjatat e shqiptarëve që vazhdojnë kanë durimin të hapin kanalet e informimit televiziv
vendas, nuk do kishim shans ne të merrnim 2027 si datë si afat për mbylljen e negociatave. Por e kundërta është e vërtet. E kundërta është e vërtet dhe të kundërtën thonë. Të gjitha rezultatet e vëzhgimeve të vazhdueshme që bën BE-ja. E dini sa njerëz janë angazhuar në Bruksel për procesin e ulumtimit të situatës tërësore të organizmit shtetëror të Shqipërisë. 1000 vetë. 1000 vetë nga të gjitha departamentet, për të gjitha fushat. 1000 vetë. Një popull i tërë simetrik me gjithat popull që kemi angazhuar ne këtej në administratë për të bërë negociatat. Dhe tani 1000 vetë që merren me gjitha detajet që qëmtojnë çdo gjë, si mund të gabojnë edhe të jenë pagabushëm ca kua që i ke për natë në për ato salonet e berberhaneve televizive ku rruen e qethin këtu dali përpara. Nuk mundet, është e pamundur. Jemi absolutisht në rrugën e dur, absolutisht në rrugën e dur. Kemi patjetër plot gjëra për të bërë akoma. Dhe për këtë arsye po punojmë intensivisht. Të meta plot sa të duash, por jo ato të meta që na i këndon këneta e kuave. Dhe më pas jemi spostuar nga Brukseli në Luksemburg, ku zhvilloi dita e Bashkimit Evropian,